Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Mijëra shqiptarë nga të gjithë trevat morën pjesë në festimet e 28 nëntorit duke kujtuar shpalljen e pavarësisë të vitit 1912 dhe duke nderuar komandantin legjendar Adem Jashari. Ceremonia qendrore u zhvillua në Vlorë, ku u ngrit flamuri kombëtar dhe u vendosën kurora me lule. Personalitetet të larta nga Shqipëria dhe Kosova, përfshirë presidentët, kryeministra dhe kryetar kuvendi, morën pjesë në aktivitetet solemne. 28 nëntori i këtij viti solli në Vlorë një atmosferë festive dhe solemne, duke bërë bashkë shqiptarët nga të gjithë trevat për të festuar historinë dhe pavarësinë e vendit. Ceremonia qendrore filloi me ngritjen e flamurit kombëtar në sheshin kryesor, ku morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, homologja e tij nga Kosova Vjosa Osmani, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Niko Peleshi. Në monumentin e Ismail Qemalit u vendosën kurora me lule si shenjë nderimi për sakrificat e atyre që luftuan për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur. Qytetarët dhe vizitorët ndoqën me respekt ceremoninë duke shprehur krenarinë dhe përkatësinë e tyre kombëtare. Edhe këtë vit, kjo festë gjeti politikën të ndarë, e cila feston dhe bën omazhe të veçanta dhe në orare të ndryshme. Liderët vendosën të mos flasin për media nga sheshi i flamurit dhe urimet e tyre i përcodhen nëpërmjet Facebookut. Përmes një postimi, kryeministri Edi Rama, teksa ka ndarë një foto nga monumenti i pavarësisë në Vlorë, uroi shqiptarët kudo që janë për festën, gëzuar ditën e pavarësisë, shkruan kryeministri. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Niko Peleshi në postimin e tij shkruan se 28 nëntori është dita që na bashkon të gjithëve. Një urim më të gjatë zgjodhi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili nuk kurseu as kryeministrin Rama, qeverinë e të cilit e quajti regjim antishqiptar. Nëpërmjet qilisë uroi edhe presidenti Ilir Meta, i cili përkujtoi të gjitha figurat që kontribuan ndër shekuj. Festimet e 28 nëntorit shërbejnë si një moment të reflektimi mbi historinë, identitetin dhe sakrificat e shqiptarëve, duke kujtuar jo vetëm ngjarjet e vitit 1912, por edhe figurat e shquara që kanë kontribuar në lirinë dhe pavarësinë kombëtare, përfshirë komandantin Adem Jashari. Për shqiptarët, kjo ditë është një simbol i krenarisë kombëtare, i unitetit dhe angazhimit për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të lirë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka përcjell një urim të gjatë simbolik për ditën e pavarësisë, duke theksuar se asnjë komb tjetër nuk e ka fatin historik të lidhur aq ngushtë me një datë sa shqiptarët në 28 nëntor. Në një postim në rrjetet social Facebook, ai kujtoi ngjarjet që nga ngritja e flamurit të Skënderbeut në Krujë deri te shpallja e pavarësisë në Vlorë dhe lindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Kurti thekson se historia e kësaj date është një boshtë identiteti kombëtar që bashkon shekuj, luftra dhe flijime. Ai nënvizon se shqiptarët sot ecin drejt nëntorit të tretë, një simbol i përpjekjeve për të ardhmen europiane. Përmes një mesazhi të ndjerë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka krijuar lidhjen e veçantë dhe të pazëvendësueshme të shqiptarëve me datën 28 nëntor, duke e cilësuar atë si piknisje dhe vimësinë e fatit ton historik. Kjo ditë e 28 e muajit të 11 vërtet ishte një aksident historik i vitit 1443, por një aksident i tillë, i përsëritur me kaq shungull përgjatë historisë, do e mos u kthye dhe u bë shenjë e shenjtë e kalendarit ton kombëtar. Duke vijuar rrëfimin historik, Kurti ndali tek 28 nëntori i vitit 1912, kur në Vlorë pavarësinë e shpalli mëdhetësia e Shqipërisë, duke shënuar nëntorin e dytë në kronologjinë ton kombëtare. Kështu nisi rrugtimi i nëntorëve tanë, që erdhën e u lidhën si hallka të një zinxhiri të pashkupueshëm, duke shënuar jo vetëm data kalendari, por edhe rrugën e lirisë son. Pas shumë shekujsh, në 28 nëntor 1912, ky flamur u ngrit prap në Vlorën e Labërisë, ku u shpall mëdhetësia e Shqipërisë së sotme administrative.
Ky ishte nëntori ynë i dytë. Ne po në këtë datë, në vitin 1955, në kullën e Jasharëve, në Prekaz, lindi kryekomandanti i UÇK-s Adem Jashari, njeriu që do të vihej në ballë të luftës për lirinë e Kosovës. Po ashtu, me 28 nëntor të vitit 1997, UÇK-ja për herë të parë doli publikisht për t'ia bërë me dije botës se ky popull ishte i gatshëm të bënte çdo flijim dhe nuk mund të hiqte dorë kurrë nga lufta për liri. Kur të theksoj se të gjithë këto ngjarje të ndërthurura mbi sakrificat njerëzore, përpjekje të vazhdueshme ëndra shekullore, u kurorzuan me dy shtete shqiptare të pavarura, Shqipërinë dhe Kosovën. Sipas tij, sot shqiptarët ecën me shikimin drejt së ardhmes drejt një nëntori të tretë, që sipas tij duhet të vijë përmes punës, përkushtimit dhe vullnetit të përbashkët për të forcuar shtetin dhe rrugën europiane. Mesazhin e mbylli me urimin që ky moment historik të afrohet sa më shpejt. Në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Marco Rubio kanë dërguar mesazh urimi për shqiptarët duke riafirmuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e partneritetit strategjik me vendin tonë. Prioritet në këto mesazhe është bashkëpunimi në fushën e sigurisë, lufta kundër kriminalitetit ndërkombëtar dhe zgjerimi i mundësive ekonomike dypalshe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka dërguar Shqipërisë një telegram urimi me rastin e 28 nëntorit, duke theksuar rëndësinë e partneritetit të fortë mes dy vendeve. Trump riafirmoi se lidhjet e ngushta sigurie, ekonomike dhe njerëzore formojnë bazën e një bashkëpunimi strategjik dhe shprehu gatishmërinë për të zgjeruar atë në fusha prioritare si stabiliteti rajonal, përballja dhe organizatat kriminale ndërkombëtare dhe rritja e tregtisë dhe investimeve dypalshe. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin rajonal, përballjen me organizatat kriminale ndërkombëtare dhe zgjerimin e mundësive dypalshe të biznesit dhe tregtisë. Në të njëjtën linjë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, përmes një deklarate publike, u shpreh se aleanca mes Shqipërisë dhe SBA-s është e bazuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme të sigurt dhe të begatë. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të ndërtuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme më të sigurt dhe të begatë. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë reciproke dhe ne mirëpresim investimin e shtuar të Shqipërisë për sigurinë tonë të përbashkët. Rubio shtoi se bashkëpunimi në fushën e drejtësisë dhe sigurisë ka rezultate konkrete duke përfshirë përpjekjet për parandalimin e veprimtarisë së grupeve kriminale ndërkombëtare, luftën kundër trafikut të drogës dhe adresimin e kërcënimeve kibernetike. Partneriteti ynë me forcat ligjzbatuese shqiptare i bën qytetarët tanë më të sigurt, teksa ne përballemi me kërcënimet që paraqiten prej grupeve kriminale ndërkombëtare, karteleve të trafikut të drogës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta. Ne gjithashtu e vlerësojmë bashkëpunimin e ngushtë në adresimin e kërcënimeve kibernetike, si dhe përgëzojmë Shqipërinë për hapat e saj, domethënës në sigurinë kibernetike. Në përfundim, sekretari Rubio bëri thirrje për zgjerim të mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat e sigurisë, lidhjeve ekonomike dhe miqësisë së qëndrueshme, duke theksuar rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm mes dy vendeve. Mesazhet e Trump dhe Rubio përforcojnë imazhin e një partneriteti të fortë dhe të qëndrueshëm midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që shqiptarët festojnë një nga datat më të shënuara të historisë së tyre kombëtare. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur revoltën e tij për mbajtjen e seancës ndaj tij dhe ish krerëve të UÇK-s, pikërisht me 28 nëntor, ditën e flamurit. Thaçi e konsideroi vendimin si një befasi të padëshiruar dhe theksoi rëndësinë e respektimit të traditave dhe ditëve historike të kombit shqiptar. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 është duke u gjykuar për krime lufte dhe për vepra penale që lidhen me pengimin e drejtësisë. Gjatë një fjalimi të fundit, Thaçi kritikoi vendimin e mbajtjes së një seance të rëndësishme gjyqësore pikërisht në 28 nëntor, duke theksuar se kjo datë ka një domethënie të veçantë historike dhe kombëtare për shqiptarët. Por nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykat të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet uja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi
i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Pavarësisht situatës në Hag, ish-presidenti uroi shqiptarët për ditën e flamurit, duke theksuar se nëntorët e tjerë do t'i festojnë bashkërisht me popullin e Kosovës. Deklaratat e tij nënvizuan ndjeshmërinë e figurave historike dhe institucionale të vendit ndaj ditëve të shenjta kombëtare, duke ruajtur rëndësinë e respektit të simbolit kombëtar dhe në rrethanat më të ndërlikuara ligjore. Në sheshin Skënderbeu zhvillua ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit me rastin e 28 nëntorit, ditën e pavarësisë. Kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, e cilësoi këtë datë jo vetëm një ngjarje historike, por një moment të reflektimi mbi rrugtimin dhe identitetin shqiptar. Ajo theksoi se pavarësia është një proces që kërkon angazhim të përditshëm për të forcuar institucionet dhe shtetin ligjor. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë festive me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve. Në zemër të kryeqytetit, sheshi Skënderbeu mbush me ngjyra kuqezi, teksa flamuri kombëtar u ngrit solemnisht për të shënuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë dhe të heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ceremonia e shoqëruar nga muzikë ceremoniale dhe pjesëmarrje e gjerë riktheu emocionet, një prej momenteve më domethënëse të historisë shqiptare. Kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, në fjalën e saj u ndal tek simbolika e kësaj dite, duke lidhur rrugtimin kombëtar nga epoka e Skënderbeut te shpallja e pavarësisë së vitit 1912, nga sakrifica e Adem Jasharit te miratimi i kushtetutës të vitit 1998. Sipas saj, këto data janë ngur themeli të identitetit dhe aspiratave të shqiptarëve. Nuk mban vetëm një trashëgimi, por mban një premtim kjo ditë sot. Dhe ajo filloi në fakt në një farë mënyrë me Skënderbeun, 28 nëntor 1443, i cili atëherë mbase nuk e dinte se 28 nëntorit do të vazhdonte të na ndiqte edhe sot. Vazhdoi pastaj në 28 nëntorit e pavarësisë në 1912, por nuk u ndal aty. Vazhdoi me lindjen e Adem Jasharit, 28 nëntor 1955. Vazhdoi më pas me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të firmosur në 28 nëntor 1998, fillimin e shtetit modern shqiptar, i cili donte të shkëpuste lidhjet e veta me diktaturën e dimshme dhe të vendosë një rend të ri të ligjit, besimit dhe ndërtimit të së ardhmes. Në vijim, Ristani theksoi se pavarësia nuk duhet të shihet si një kujtim i kaluarës, por si një përgjegjësi e përditshme për të ndërtuar institucione të forta, funksionale dhe një shoqëri që respekton standardet europiane. Ajo apeloi për bashkim, angazhim qytetar dhe besim tek shteti, duke e cilësuar këtë si rrugën e vetme për një të ardhme të qëndrueshme. Ceremonia u mbyll me zduar trokitjeve dhe thirrjeve festive, ndërsa flamuri kuqezi valvitej mbi sheshin simbol të kryeqytetit, duke shpallur nisjen e festimeve të 28 nëntorit. Shqipëria shënon sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, një ditë që mbledh në një të vetme kujtesën kombëtare, krenarinë dhe aspiratat për të ardhmen. Vlora e Tirana janë qendrat e festimeve ku ceremonitë shtetërore, homazhet dhe aktivitetet kulturore sjellin atmosferën e kësaj ngjarjeje themelore për shtetin shqiptar. Në mesazhe drejtuar qytetarëve, autoritetet nënvizojnë rëndësinë e 29 nëntorit si gur themeli i identitetit kombëtar.
Shqiptarët nga të gjithë trevat festojnë sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, një ndër momentet më të shënuara të historisë së kombit. Qytetet kryesore janë zgjuar me atmosferë festive, ndërsa në Vlorë, në qytetin e simbolit të këtij akti, aktivitetet kanë marrë një karakter të veçantë ceremonial. Pikërisht aty, me 28 nëntor 1912, në drejtimin e Ismail Qemalit u ngrit flamuri kuqezi dhe u shpall mëmvetësia e Shqipërisë, duke vullosur shkoputjen nga perandoria osmane. Kujtesa historike rikthehet tek mbledhja e Kuventit të Vlorës, ku 83 delegat nga të gjithë trevat shqiptare përfaqësuan aspiratat e popullit për shtet të lirë e sovran. Prej tyre, 40 firmosën aktin e pavarësisë, ndërsa asambleja ngriti qeverinë e parë shqiptare me Ismail Qemalin si kryeministër dhe drejtues të shtetit të ri. Ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit, homazhet për anvarrit e Ismail Qemalit, paradat ceremoniale, ekspozita dhe aktivitete artistike kulturore e kanë kthyer sot Vlorën në qendrën e festës kombëtare. Edhe Tirana, kryeqyteti modern i Shqipërisë, është përfshirë në një program të gjerë aktivitetesh, duke nisur me ceremoninë e nderimit të flamurit. Me një urim të shkurtër por simbolik, kryeministri Edi Rama ka përcjell mesazhin e tij për qytetarët, duke shoqëruar me një imazh të flamurit kombëtar si sheh respekti për këtë ditë. Shqiptarët në vende diaspor e festojnë 29 nëntorin si datën që përfaqëson unitetin, sakrificën dhe aspiratat shekullore për liri. 113 vite më vonë, pavarësia mbetet një pikë reference për historinë e shtetit shqiptar dhe për vizionin e një të ardhmeje europiane të ndërtuar mbi themelet e vendosura në atë ditë historike të vitit 1912. Kryeministri i vendit Edi Rama në një intervistë për mediat ndërkombëtare theksoi rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë së SPAK-ut dhe ndërtimit të mekanizmave të drejtësisë që veprojnë pa ndikime politike. Ai gjithashtu riafirmoi objektivin e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe komentoi mbi investimet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit. Pavarësia e SPAK-ut është prioritet kryesor, tha kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për podcastin austriak East Side Stories të Dije Press. Rama shtoi se sistemi i drejtësisë duhet të jetë në gjendje të hetojë, gjykojë dhe të dënojë, pa marrë parasysh nga cila anë vjen çështja, për të mos sënuar besueshmërinë dhe autonominë e tij. Kam thënë se duhet të ndërtoj mekanizma të drejtësisë që duhet të jenë në gjendje të provojnë pavarësinë e tyre, duke hetuar, duke investiguar dhe duke dënuar, pa marrë parasysh nga cila anë vjen çështja, nuk është aq e këndshme sa të shkosh në opera, është e dhimbshme, është e hidhur, por është mënyra e vetme. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Rama theksoi se objektivi i Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian brenda vitit 2013, ai e përshkroi këtë proces si një detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë më europiane, më demokratike dhe të bazuar në institucionet e saj. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për të kënaqur ata, e bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më europiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Pra, Bashkimi Evropian është burimi i vetëm i këtij lloji njohurish. Në lidhje me investimet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, Rama komentoi projektin e ish-dhëndrit të presidentit amerikan, Jared Kushner, në ishullin e Sazanit. Kryeministri theksoi se misia me investitorët amerikan nuk është çështje politike dhe do të vazhdojë dhe pas mandatit të Donald Trump. Nuk e di se si saktësisht ndodhi, por ndodhi. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një misi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një misi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani. Ai shtoi se nuk merr pjesë në përplasjet politike mes personaliteteve si Kushner dhe George Soros dhe se Shqipëria mbetet një vend mikpritës për të gjithë miqtë e saj. Po, më pyetet për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq. Mund të mos e pëlqejë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta. Nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqtë që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. Duke folur më gjerë për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, Rama tha se Shqipëria është një vend i vogël dhe nuk e ka luksin që të zgjellë, por të flasë me të gjithë.
Gjykata e posaçme ka vendosur masën arrest me burg për ish efektivin e antiterrorit Igli Haxhia i përfshirë në hetimin e përbashkët të Mesespakut dhe autoriteteve italiane kundër rrjetit të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Haxhia i përballet me akuza të rënda për korrupsion, shpërdorim detyre dhe dekonspirim të hetimeve, të cilat ai ka mohuar. Prokuroria pretendon se ish efektivi ka bashkëpunuar me antar të grupit duke u dhënë informacione të klasifikuara. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la në fuqi masën më të rëndë të sigurisë për Igli Haxhiajin, ish pjesëtar i strukturave të antiterrorit, i cili u arrestua pas operacionit të koordinuar me Spakut dhe prokurorisë italiane të Brescias. Hetimet e përbashkëta synonin goditjen e një grupi të mirë strukturuar që merrej me trafikun e kokainës nëpërmjet Amerikës Latine, Europës dhe Shqipërisë. Haxhia akuzohej se gjatë detyrës ka përfituar para në këmbim të nxjerrjes së informacioneve të ndjeshme për lëvizje dhe hetimet ndaj rrjetit kriminal. Sipas Spakut, ai ka devijuar operacione policore edhe ka komunikuar me persona në hetim për t'i paralajmëruar mbi veprimet e radhës së autoriteteve. Prokuroria deklaron se ish efektivi ka përdorur pozicionin e tij si OPG për të favorizuar grupin kriminal, ndërsa dyshohet se ka krijuar kanale informale për të zbuluar sekretet hetimore. Në sallën e gjyqit, Haxhia ka kundërshtuar çdo pretendim, duke thënë se nuk ka përdorur asnjëherë aplikacione komunikimi të koduara dhe se sipas tij dikush tjetër mund të ketë përfituar duke përdorur identitetin e tij. Përveç Haxhiajt, hetimet e Guardia di Financia çuan në arrestimin e Asti Llupit, Eral Cadhës dhe Altin Shejajt, të cilët u ndaluan në Shqipëri për llogari të drejtësisë italiane. Autoritetet e Brescias i konsiderojnë të treta arrestuar si pjesë e strukturës logjistike të rrjetit të trafikut të drogës. Për Llupin dhe Shejajin është vendosur masa e arrestit me burg, ndërsa për Sallën po shqyrtohen masat e arrestit në banesë. Operacioni i gjerë mes dy vendeve konsiderohet një ndër goditjet më të rëndësishme të muajve të fundit ndaj trafikut të kokainës, ndërsa hetimet për rolin e secilit prej të arrestuarve vijon. Rreshjet e Doborës dhe Akullit kanë penguar qarkullimin në Bulqiz dhe Kukës. Policia apelon për kujdes në rrugët e Bulqizës, Ura e Çerenicit, ndërsa kompanitë mirëmbajtëse po hedhin kri për të shmangur aksidente. Trashësia e borës arrin deri në 10 cm dhe vetëm në disa abonenë në fshatin Llukaj ka ndërprerje të energjisë elektrike. Qarku i Kukësit është përfshirë nga rreshje bore dhe shiu me intensitet mesatar, veçanërisht në zonat mbi 500 metra lartësi, që kanë shkaktuar temperatura nën zero. Në Valbon, trashësia e borës ka arritur deri në 10 cm, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Në aksin nacional Bulqiz, Ura e Çerenezit raportohen zona me prezencë akulli, ndaj policia i bën thirrje drejtuesve të mjeteve të udhtojnë me kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve ka nisur hedhjen e kripës për shmangjen e akullit dhe për të garantuar qarkullimin e sigurt. I gjithë territori i qarkut Kukës në lartësi mbi 500 metra është përfshirë gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit nga rreshje bore dhe shiu me intensitet mesatar. Bashkitë e Kukësit, Hasit dhe Tropoj raportojnë se nuk ka pasur emergjenca të mëdha përveç 39 abonenteve në fshatin Llukaj, njësia administrative Llukaj, ku po punohet për rikthimin e furnizimit me energji. Autoritetet apelojnë për vëmendje maksimale gjatë lëvizjes në rrugë dhe paralajmërojnë se kushtet e motit mund të përkeqësohen në orët e ardhshme. Subjektet kontraktore vijojnë pastrimin dhe kriposjen e rrugëve për të garantuar qarkullim të sigurt në të gjitha akset kryesore të qarkut. Nderuar teleshikues, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të lagështa, duke sjellë mot me vranësira të dendura rreshje, shiu në zonat e ulta dhe rreshje dëbore në verilindje dhe juglindje. Paraditja do të sjellë rreshje bore në verilindje, ndërsa pjesa tjetër e vendit paraqitet me vranësira dhe rreshje të dobëta shiu. Pasditja sjell përmirësim të lehtë në Bregdet, ndërsa zonat malore mbeten me rreshje të dobëta dëbore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell, kryesisht në zonat bregdetare. Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndim me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 29 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 29 nëntor do të jetë në orën 6:38, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 5 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 11 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 11 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 29 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të thata, duke sjellë mot kryesisht të vranët me intervale kthjellimesh si dhe temperatura të ulëta gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me vranësira të lehta në shumë zona, ndërsa pasditja sjell mot të qëndrueshëm pa reshje në të gjithë territorinë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius në jugperëndim të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 29 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 29 nëntor do të jetë në orën 6:36, ndërsa perëndimi në orën 16:11. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 3 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj, -2 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, -2 deri në 1 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, -1 deri në 2 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 2 gradë Celsius. Suharek, 1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 4 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund në ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacion Drita. Bashkë miru takofshim në edicion në ardhshëm.